Përshëndetje me Glora, përshëndetje. Ti përgjigjesh kësaj Silvanës, ajo më ka mbrojtur mua në një mesazh që ti ke rishkruar, po mua më ke shkruar mesazhin, të themi pak më delikat. Kurse kësaj të ke vajtur, wow. Në qoftë se ka zhulse, si puna jote që lanë perimet në lavaman, vazhdo laj. Unë për vete, kamerak nuk i laj. Se lavamani është me ndyrë dhe pjatat janë pista, si që ke shkruar ti. Po ti hate këto pjatat, i lanë në të njëjtin lavaman. Qofse ti lavaman e lë me ndyrë, edhe pjatat i lë me ndyrë, normal që s'lanë do të verdurat, se të vinë vështirë. Po duhet të dish një gjë, ty Silvana të kërkoj ndjes, duhet të dish një gjë që nëna tona më përpara, s'kishin as lavaman as një gjë kur lanin ato verdurat që thuj tia. Edhe ka njerëz edhe sot në përvende që nuk kanë shumë. Po ti me Gloria, ku i lanë ato verdurat? Në kusi apo në legen? Ku i lanë? Me qenë se pas ke vështirë ti që edhe si s'ke turpë që i thua një grua pa e njofur, pa e ditur se kush është, zhulse. Ku ka zhulse me tanim? Mbase të këty po. Po zhulsa nuk ka, me jemi në 2026, në të vi zorë nga vetja, edhe turp që komenton një femre që nuk i laj verdurat në lavaman. Që në ke bere majnë ti, i ke arruar ato që ku kemi qenë neve fëmiri. Qysh i lani me neve? Kishim qesma, kishim guzhina luksi neve atere. Ne nuk na mungonin në asnjë gjë. I kishim gjitha me buton. Vetëm ne rini mullur dhe ishte butoni të ngrinin lakrat, i lanin e gjitha. Apshiqa. Me uj pusi, me uj proj kemi lakrat edhe verdurat tuaja. Ju tani e ke hithi për pjetë ju.